Pra Sali Berisha nuk do shkoj sot në SPAK. Dhe një herë them. A do t'i rezistoj Sali Berisha një marrje me forcë? Nuk, tani. Sali Berisha kopjoi skenarin e Tom Doshit me 21 janar. Dhe ngutja Afrika Cakut I ka kushtuar kësaj partie shumë të 30 vite. Sali Berisha në pretekstin se nuk I ka shkuar fletëthirja për në SPAK, por të pyetur për 21 janarin nuk është paraqitur sot. Por me njerë pas mos paraqitjes, prokurori SPAK ka firmosur shkresën për ta shoqëruar me forcë policore. Ndërkohë SPAK njofton se fletëthirja I ka shkuar zyrtarisht në zyrën e tij në grupin parlamentar. E sipas burimeve të tjera nga kuvendi, askush nuk ka pranuar të marrë fletëthirjen. Ky veprim për të shmangur përgjegjësinë ligjore, por SPAK ka urdhëruar shoqërimin e tij dhe me forcë nëse nuk pranon. Ndër të tjera ja çfarë thuhet në njoftim. Në përgjigje të kërkesës suaj ju informojmë si vijon. Deri tani janë dërguar 2 fletëthirje përmes shërbimit të postës shqiptare, më datën 3 dhe më datën 7/11/2025. Në adresën e banesës, Partisë Demokratike dhe Kuvendit për të paraqitur në datën 14/11/2025. Urdhërthirja e parë dërguar në banesë më datën 3 është kthyer mbrapsht në prokurorinë e posaçme me shënimin, rojet janë autorizuar të mos marrin asnjë zarf. E pas këtij konstatimi, prokuroria e posaçme ka vijuar me dërgimin e urdhërthirjes së 3 destinacioneve banesë, Partia Demokratike dhe Kuvend, më datën 7/11/2025. Dhe më datën 9 nëntor 2025 është refuzuar marrje zarfi të dërguar në banesë, ndërsa më datën 12 nëntor 2025, Shërbimi I Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve në Kuvend ka njoftuar se marrja e dorëzimit të njoftimit është refuzuar nga stafi politik I grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Prokuroria e posaçme do të vijojë zbatimin e parashikimeve ligjore për njoftimin dhe paraqitjen e personit të thirrur sipas afateve dhe detyrimeve të parashikuara në legjislacionin në fuqi, thuhet në njoftim. Ngjarja e 21 janarit pas dëshmisë së Lulzim Bashës në SPAK duke se rëndoni kryeministrin Sali Berisha. Basha ka thënë se ai si ministër I brendshëm nuk ka pasur asnjë dorë, sepse komandën e gjithçkaja atë ditë e ka patur vetëm Sali Berisha. Ndërsa SPAK po heton se kush e ka fshirë serverin e kamrave në kryeministri atë natë të 21 janarit. E me sa duket, Lulzim Basha ka folur me emra. Editoriali Koha Jon.